Shikus të ndëruar, jemi sonte prapë në emisionin U knaqëm të knaq. Fatmer, me siguri s'ka ma mirë se mu knaq. Po çka me thonë, njeri gjithmonë me ndën vesh mu knaq, tash qysh i vjen ata. Edhe ju sonte një orë mu knaq. Po, gjithse qysh. Atër shikus të ndëruar, sonte do të është emisioni pak ma ndryshe. Tash do e shifni pësë është ma ndryshe. Këtu ofër meje, unë i kam Vlezrit Hoxha. A thash mirë? Mirë, baba. Ti je djali. Djali. Veç pak shikus ndëruar, a mujna me presë qitë pjesën se mu pështil pak qitu. Jo, s'mu ka pështil, ha?
Po veç pak... Në kuptimin muzikor, kjo është baba se kënon ma mirë se one. Kjo është politik. Demek, sa si kom thonë, une që po kënon ti ma mirë se djali, kjo po thët, djali kënon ma mirë se baba. Jo, po thojnë tjerë, si. A, po thojnë tjerë. Mirë, e babgjyshi, qysh kënon? Shpi babgjyshi, se kanë morë. A e kanë në shpe. Shikus ndëruar pak me hajgare, por me shumë dashni për emisionit të knaqëm të knaq, me shokët e mi që vinë nga Prizreni sonte, Fatmir Hoxha edhe Erblin Hoxha. Faleminderit për ftesën. Edhe Ermalin e kena lënë të shtëpia. Ermal. E çaj është babgjyshi? Ermal, veç ti Ermal kime ardhë vetë në emision të unë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Fat. A je me fat, a veç fat? Veç fat. Veç fat me fat. Faleminderit që sonë të jemi njëve. Shikus ndëruar, që sa ko u bo emisioni u knaqëm të knaq, ky është aj fajtori i gjdo audio që keni ndëgju jo, që ka dalë prej emisionit u knaqëm të knaq, sound engjinjeri e jonë që në këto momente e thirë dikush në telefon se qa që është ti nga kumë. Që dy orë kërë të më thirë tash? Po që ta që gjeti. Astrid Halimi. Miloti më thirë. Miloti. Miloti që mas e sërë sot këto a i bënë si sene. Milot, të përshëndesem për këtu. Ty, edhe Ganën, edhe Ilen. Sonë të kemi po pak më ndryshe emisionin. Për ndryshe, une i kam ata oksigen. Së muj me funksionu pa ta. Po sonë të më kanë thonë, hajte shojmë qa më në po vetë ti pa neve. Por, mas e kam Astridin, e kam gjysën e punës të Zërëm dëshysh. Mësh me nëzirë. A nëzirë në qasë nëzirë. Ata që kënë ndëruar, këtu ofërmeja është Astriti, një djallë, një super muzicent, një djallë i mirë që i lumja që e njef. E ti që nuk e njef, mundohet ta njofsh. Ko që jemi meq, por prej që ka fillu emisioni Knaqëm të Knoq, është sound inxhinieri i emisionit tonë. Astrid, a bon me më tregu veç atë kom idhnu në ajerë, se për që a jena Knoq nuk diskutohet. A përshë që po të me menu, në pa thonë që s'muna me gjitë. Do me thonë? Okej. Faleminderit shumë, unë faleminderit shumë ty që je pjesë e emisionit. U Knaqëm të Knoq. Faleminderit që sonë të ke pru edhe këtë ekipën që tash ti e bashku me so e di. Jeni bo bashk, po mjeni noti pak se ke dosë ma të kanë mina i marë. Në ke pru kënej. Po, unë e kom faj. Faj është jetim, po këtë herë unë jem jetimi. Faleminderit shumë. Ata që kënë ndëruar, këthemi pak të mishtemi që i kom sonë të këtu. Fatmir, qysh është jaroni jem me qenë me djalin në një mramje, e mi thonë djalit, këtë ko baba. Në fakt, baba i tha njoni një farë menagjere aty në salë ku këndojshëm, përshëndes ata stafin, Elmine, po e përshëndesim pronorin edhe Villa Natyrën komplet që kënojmë shumë aty. Po, është tjerë zakon shumë. E na ishim të këndu edhe atmosferën maksimum, a erdhë, a ish pak me qëllim e boni ato, a erdhë. Fatmir ma vonë, thash, urna, Elmi, tha, cili bëjë një boba dha, aty, s'me di tha cili një boba, thash, le, mërë se, boba, thash, boba, është ky, pja bëj. Edhe tani, vazhde keme thirë boba, këto, me humor, kështu. Erblin, qësh është me konë boba i bobës, ka zëmë të një? Unë se shoh që ashtu, po mos ai peshojnë tjerë, e po se po tjerë peshojnë. Amo, me qenë boba i bobës, edhe me qenë majri se baba, që tu pak mu ka pështirë. Unë menoj që jam me një rrugë të mirë, edhe falenderona për krejt njerëzit që më përkrojnë edhe kanë qef me motivu, po për mu baba me të këtë gjithë, edhe ky mi ka mësu ato që këta tjerë t'i shojnë, do me thonë publik. Për me të thonë ty babë, këtë ka mësu. Ky pi provojës, garant. Absolutisht. Po sonte na e kemi një musafire shumë interesant, një të cilën edhe ajo i përkro gratë. Jo pse është grua vetë, por pse ja din në rendin. Për pak, do të kalojmë një pjesën tjetër me musafirën tonë, por unë s'do t'ja përmeni emrin, rrini pak në ethe. Deri vjen një musafirët që nuk është prej Kosovës. Tani jemi në pjesën tjetër me musafirën tonë. Ju thash më herët s'pi ju tregoj kush është, po tash s'kam qare pa ju tregu. Se me bo mësë mi ju tregune, ajo është një gazetarë lëmtuse që pa e gjithë formën. Edhe me në nëzonë ngush nuk e lem pra sonë të meneve Liridona Vesela nga Tetova. Për ndryshe e qujmë
Lila na kështu shoqënisht. Mirë se erdhe Lila. Mirë si ju gjeta në këtë studio të mrekullueshme. Do me thonë po na bën qefin tash apo po ndihesh? Jo, me të vërtet megalomane. Do me thonë meriton një duar tërkitje dugazhimi i dashur së bashku me stafin e mrekullueshëm të emisionit Të kënaqem të kënaq për këtë fjalë miradije. Si e? Mirë, faleminderit, gjithmonë shumë mirë kur më ftojnë mediat në Kosovë, kur e vlerësojnë punën tonë atje, ndjehem shumë e vlerësuar, ju për ne jeni vëllezërit tanë kosovar, kështu nuk shoh kufi unë, po gjithsesi në një botë mediatike shumë të vakë në Maqedoni, hapësira që i jepet çdo gazetari të Maqedonisë në Kosovë është e paqmuar me të vërtet. Shumë faleminderit. Ty apo t'jepet hapësira atje? Unë hapësirën atje kam rëmbyer, e kam. Mos po jenë ti punë pa punë pak, për shtë ta kanë nalë pak hapësirën. Në falë Zotit hapësirën e kam edhe aktualisht pa modesti, po e them, numrat i kam, në të tre rrjetet sociale e kam të mbuluar, në komplet. I tham me vetë ndonjëherë mikeshave të mia, duke mos dashur duke prepotente, njëherë patjetër dikush të më kish pa. Nga Maqedonia po flas. Njëherë patjetër të më kish pa. Por derisat kemi po edhe na këtu në Kosovë dhe në Shqipëri, ata Maqedoni patjetër se e kanë po. Më donë ose s'më donë, njëherë më ka pa. A dim pse shikun ndëruar e kanë po? Se s'kan po çore pa po. Apo i toni dhe ju me mu? Plotësisht. Duke ardhë këndej një koment e pashë që kishkuj jeni një bët deal, largohu ma prej rrjeteve sociale. Do, nashta ka dosh me thonë div, po u habit. E kish me të keqë. Atëre, Lila, a ka mundësi të ma tregosh një çmim sa të ka kushtuar ty, ju teshat, po kjo pjesa për titullin gazetare u lumtuse? Fatkeqësisht nuk ka një barometër që kish mund ta mat atë që kam kaluar deri në këtë moment për 12 vite rresht punë konstante, pa u ndal për të arritur sot këtu ku jam, nga njëherë kur e shoh, mendoj se edhe njëherë nuk do kisha mund ta kaloj asnjëherë. Do të thonë me të fillën e fillimit e kishe lënë këtë punë. Jo e kisha lënë, nuk do kisha pas shansa ta bëj edhe një herë. Jo. Do me thonë, krejt sendet shkojnë me tri, edhe ata që jenë martu... Jo me tri, nuk kam qenë e vedishme 100% çfarë jam duke bë, kam përshtypje. Nuk ka qenë shumë sfide madhe, shumë e vështirë, në një teren në cilin gazetaria është një fushë e papunuar, as pak mediat janë shumë të vakta, siç thash, konkurenca nuk ndjehet, dëshira për të zgjuar nesër mëngjes dhe për ta bërë një temë më të mirë se kujt do t'i konkurosh atje, me kënd do t'jesh më e mira, për çfarë po lufton ku gjithçka është e kapur, kur dëgjon gjëra të cilat në tavolinë thua nuk mund të jenë të vërteta, apo ti je prezente aty, mendoj nganjëherë, më parë më ndodhte, tani më nuk më ndodh. Për para disa viteve, kur shkoja për të fjetur në shtëpi, mendoja, mos jam unë shumë e vogël, si një mizë e vogël që mundohet luftoj edhe nuk kam asnjë lloj efekti. Kisha shumë këtë ndjenjë, para shumë viteve, nuk e kisha shikëshmërinë që e kam sot, nuk e kisha prekrahjen që e kam sot, edhe kisha përshtypje se unë jam shumë e vogël për punën që duhet ta bëj, a ja vlen ta vazhdoj, a do të jem në një ditë me të vërtet të kem ndikimin që dua unë ta kem. Sigurisht, ambicia është shumë e madhe, unë dua ta kem ndikimin aq të madh mediatik. Se kryeministri. Sa që kryeministri i vogël, tjerë ta kem përkrahje, fal popullit, ta kem aq shumë përkrahjen e madhe sa që kur të vije momenti që gjyqtari nëpërmjet avokatit të kërkojë nga pala 10.000 euro për ta ul dënimin, të ketë frikë mos ndoshta pala ti tregoj Liridonës, vetëm kaq. Këtë dëshiroj ta synoj. Atëre ku shko te Lashi drejtoni te Liridona. Uroj këtë, kur do të arrijun këtë, atëherë do t'jem, nuk ka lidhjen edhe nëse vdes, okej, është. A do të vish në emision të na kur të arrish ato? Në emision të ju me shumë kënaqësi. Ju jeni yje, ne jena asgjë, jeni yje. Këtu është dallimi mes neve edhe juve. Pëquj mes neve, dhe më thonë mes konktorëve edhe gazetarëve. Ju e keni ma letë se na. Neve du të qomin mëngjes, që e din Fatmiri Erblini, Astriti, e din, edhe të mendojmë qysh me bo një kongë. Ndërse ju si që një mëngjes e merë një lojmin e gatshëm, keni po diçka dhe me njerë... Jo, nuk arrihet ashtë letë.
po ta them, viteve të fundit, për shembull, viti i fundit, as dita e vitit të ri ka qenë me 10 denoncime. Kam fat në këtë pjesë. Për para 6 viteve, kur kam punu gazetare, është dësht të zgjohem mëngjes dhe të mendoj kënd ta takoj një njeri cili mund ta ketë një informacion, ai njeriu të më shpije deri një informacioni se kam shku, kam dej tenti për punë sociale, jam ul aty. Po flet për notën e vitit të ri, natën ke qenë. Jo, e kam fjalën për para 6 viteve. Tash mendova që për vitin e ri se do të më tregu diçka. Para 6 viteve është dash për ta marrë lajmin, kam shku tenti për punë sociale, supozojmë, edhe jam ul aty, kam dëgju dikun që ka problem, jam afru, kam thonë unë një herë është dash të prezantojmë, unë jam gazetare, unë mund të ndihmoj nëse marr unë, është dash të ja sqaroj se çfarë do të bëjë ndikimi mediatik. Edhe ai njeriu më ka pranuar, s'më ka pranuar, më ka humbur tan dita. Sot nuk është e njëjta. Sot unë kam 20 denoncime, unë fatkeqësisht për shkak të mungesës stafin, mungesës së asgjë nga këtu që shihni ne nuk kena në aspektin teknik, edhe unë e zgjedhi cili rast mund të jetë më urgjent, edhe duhet në kohë më të shpejt të reagoj unë për të bë mediatik. Edhe nëse është nota vitit të ri, data 31 dhjetor. Nuk, unë këtë vitin që kaloj as në pushim nuk kam qenë. Asnjë ditë. Unë mendova kur fillova me shpjegu këtë pjesën, mendova që kemi thonë që notën e vitit të ri me datën 30 në ndrimin e motëve nuk ke qenë afër fëmijëve tu. Jo, me fëmijët kam qenë, po kemi qenë në detyrë, gjithsesi kena ndjek ngjarjet që kanë ndodhur atë natë. Domethënë, parafërsisht të ngjajshëm edhe ne nuk ishim në shtëpi. Me 30 ishim ndosëm pikrisht të ju në Tetov. Në Tetov. Tetov marrë gjithë se si janë fansat mëdhaj tuaj. Du të falenderoj Tetovën për gjithë shka. Tu nisë prej mikpritjes, prej dashnis që kam për neve, edhe në fund prej kurërzimit të gjdo dasme që janë shumë të kënaqshëm me punën e cila bëhet prej neve. Por, a ka mundësi të më bëjsh dallimin Lila gruja nga Tetova edhe gruja nga Prishtina? Unë mendoj se nuk kam aq kompetencë për të bë ashtu lloj krahasimi, për shkak se siç kemi neve këtu në emisionin ton jemi pa dorza, jemi si në shtëpi. Si në shtëpi, por unë si person për shkak të eksperiencës në gazetari kam shumë dëshirë kur të mos tingëlloj si ato gratë ndërdar që shpikin edhe japën konkluzione pa pas asnjë lloj statistike. Se vetë shqiptari thot, krejt shqiptarët janë të këqij, po jo nuk është ashtu. Çfarë ulumtimi ke bë, çfarë konkluzioni ke dalë, si ke dalë në statistik. Amerikanët i duhet studime, në fund me përqindje e thot, edhe atë mund të jetë diçka. Shqiptari e thot, kështu është. Qa janë Amerikanë për neve, kur që jo, nuk guxojmë themi. Si në Tetov, si në Prishtinë, shtretat e njerëzve janë të ndryshme. Zhvillimi, arsimimi, avansimi, kam përshtypje nga ajo që unë shoh, por është subjektive, as nuk është mendimi im, është ajo që unë shoh në momentet të caktuara. Pikërisht pyetja ke këtu. Në momentet të caktuara kam përshtypje se në Prishtinë ka gratë një lloj avansimi në aspektin e lirisë, pak më të madh se në Maqedoni, por që nuk mund të thotë se në Tetov është parafërsisht e njëjta. Tani, a ka ndikuar mediat, ka ndikuar shtetin që e keni shqiptar, policinë që e keni tuajen, institucionet që janë tuajat, sigurisht që ka ndikuar. Ju jeni në shtetin tuaj, ne nuk jena në shtetin tonë. Ne jena qytetarët dorës së dytë, le të themi çfarë të themi. Jeni forcë edhe atje. Nuk jemi forcë, ashtu siç duket nuk është realiteti. Ne jemi atje qytetarët dorës së dytë, ne mund të themi çfarë të themi, por nuk jena me të vërtetë shtetformues për shkak se pala tjetër e ka pushtetin absolut dhe ne ndër vite bëjmë sikur jemi në ndikimin që mendojmë se jemi. Ndërsa ju këtu, sepse unë, çdo biznismen, çdo njeri që takoj këtu, sepse më tepër kam kontakt me njerëz që janë në art, në gazetari, në botën në cilën ka një lloj avansimi, i pyet sepse shumë duhet ta di, si ke arritur ti, shqiptari i Kosovës, këtë lloj biznesi ta bësh. Si ka arritur? Edhe ty të pyeta, sa të ka kushtuar studia, si ka arritur? Kam shumë dëshirë të di si kanë arritur këto njerëz kaq shumë, e si te ne nuk mundi asnjëri ta arrijë kat. Pse për shembull tek ne nuk mund të arrijë? Kërkosh ti jo? Pa tham, deri në këtë shkallë që jeni ju nuk e kanë të kur të hysh në Ferizaj, e sheh gjithçka është e ndriçuar në objekte të mira. Ka investu pronari i biznesit edhe në aspektin fiziv, në cilin sigurisht qyteti
ndriçohet, në jepet një pamje më e bukur. Tani ku është logjika e kësaj? Si ka mundësi ai të investoj aq shumë edhe në aspektin e objektit, edhe në aspektin e biznesin brenda, edhe guxojnë, edhe punojnë 2-3 vllazër, e janë 4-5 vllazër, e do djem mingje, e krejt aty e bën një biznes, e janë të suksesshëm. Idul të tova, do djem mingje, idul të tova, a jetë po? Me të vërtet, këtu kanë do avantazhe të cilat, nuk e di, i kam pyetur dhe më në fund, përfundimi është shteti. Shtetin e kanë vetin. Shteti është i juaj. Po veç, Kam një periudhë kohe, kur vinim këtu, prezentonim një lloj lagje, aq shumë hyna u interesova që ta marr shtetësinë, për nuk isha që lehtë. Ase të nimojmë na, se kim do të njofshëm atje, se të shqiptarë këtë njofshëm, e kom njëri në atë. Ke njëri, nuk kry muhabeti, do më ndihmosh. Pa tjetër, dhe më thonë të prej muhabeti që bojmë me ty, mu po ma jep për shtypjen që ti mundesh me qenë dhe një prej atyne që të të nashtysh edhe emisionin, se kur tash ka me folë me naj sponsora, me naj musafir, do t'jep numrin ton telefonit. Seriozisht. Unë mendoj që kjo është aftësi. Për atë arsye dhe je ku je dhe për atë arsye je sot në emisionin ton, për arsye se neve në emisionin nuk laqëm të kënoq, jemi mundu sa do pak që një vit e gjysmë të kemi njerëzit me vlera, njerëzit të cilët vlenë si në artë, si në muzikë, si në biznes, si në politikë, edhe për atë arsye të përgëzoj shumë për punën tone që e bone edhe pse nuk ma dhe përgjigjen që kërkova une grunë e Tetovës edhe të Prishtinës, nuk ma dhe ta mëse. Pranda, jom gazetare, ditë ta regulloj diçka tjetër që dalë në prej situatës. Faleminderit shumë, notën e mirë për emisionin pistë. E krymë. Jo, veç sa kemi fillu, por atmosferën të cilën do e bojnë sonte janë djemët nga Prizreni i bukur, nga Shadërvani i bukur, por unë e piquj ma mirë vëllezërit Hoxha, le të metër kështu se, seriozisht Fatmir, nuk është... Mës na metër shus, unë e kam edhe një vlo. Shka mi bërë të tjetëri tani? Me paposa të vojnë që doni ka shport e këshim morë me vetë. Ja, i ka thonë ka morë dhe vetë. Vetë? Ka morë dhe vetë, mos i ta bënë e projekt. Po pa tjetër që ka morë dhe vetë, po qysh me i thonë tash njerëzve babe djallë, a pajto është i më unë s'pedi cilë është baba cilë është djalli. Ashtu si bërë i ta në fillim. Po, apëshe, dhe më mirë vëzit Hoxha, Fatmir, kjo është në favor tonë. Po s'po di shka po thoi në shpe, bre. Sot jemi ki, Fatmir. Dy djem. Dy djem. Ani tash 3 zene që jeni. Për me ndreq ma abetin dhe atmosferën edhe me përkra mendimin e gazetarës tonë të nderuar, me ato fjallë shumë të mëdhaja, shumë të mira, por realitet gjithmonë, po mendoj edhe une. Po. Atëre, e ndjekim Erblinin edhe stilin e ti. Kërkove shumë zbavitje ditë e natë, të dalë shëtitje gjitha, për ty unë i kam ba. Ti kërkove t'jesh në trend çdo kalimtar, të përmend dhe të thot, ma të mirë se ty nuk ka. Ti kërkove shumë zbavitje ditë e natë, të dalë shëtitje gjitha, për ty unë i kam ba. Ti kërkove t'jesh në tren çdo kalimtar, të përmend dhe të thot, më të mirë se ty nuk ka. Val, kam hynë gjyna, sa të mira ti kam ba, tash syzon me mi pa. O qka, nuk të kam plotsu, tregom në sy tash mu, para se me shku. Kam hynë gjyna, sa të mira ti kam ba, tash syzon me mi pa. O qka, nuk të kam plotsu, tregom në sy tash mu, para se me shku.
kërkove shumë zbavitje ditë e natë, të dalë shëtitje gjitha, për ty unë i kam ba. Ti kërkove t'jesh në tren çdo kalimtar, të përmend dhe të thot, më të mirë se ty nuk ka. Ti kërkove shumë zbavitje ditë e natë, të dalë shëtitje gjitha, për ty unë i kam ba. Ti kërkove t'jesh në tren çdo kalimtar, të përmend dhe të thot, më të mirë se ty nuk ka. Val, kam hyn gjyna, sa të mira ti kam ba, tash syt s'do në mi pa. O qka nuk të kam plotsu, tregom në sy tash mu, para se me shku. Val, kam hyn gjyna, sa të mira ti kam ba, tash syt s'don me mi pa. O qka nuk të kam plotsu, tregom në sy tash mu, para se me shku. Sa të mira ti kam ba, tash syt s'don me mi pa. O qka nuk të kam plotsu, tregom në sy tash mu, para se me shku. Val, kam hyn gjyna, sa të mira ti kam ba, tash syt s'don me mi pa. O qka nuk të kam plotsu, tregom në sy tash mu, para se me shku. Falemderit shumë. Erblin trujt zoti me këtë zotë mrekullueshëm. Faleminderit. Si tu duk Erblini? Unë nuk kam aq shumë vesh për muzikë, po shumë bukur këndon. Jo, këti kem ka 2 vesh. Kërkosh më shumë vesh të duk. Kur kam tentuar unë të këndoj, shoqja më ka thënë mos e vazhdo. Kështu që prandaj as nuk dit vallëzoj, as nuk dit këndoj. Kjo ishte pyetja ime tash e radhës, a ishe po këngëtare, po e kam shoqja Elita Ziberin, vajzën e Arif Ziberit. Po, respekt. Dhe ajo kur më ka dëgjuar, më ka thonë Lile, kur mos e vazhdo. Mos e vazhdo të këndojsh. E ka pos për gjelozis. Ajo. Ka thonë shumë keq këndojsh. Elita, s'bën kështu. Duhet më dhonë kur ajo hapësir, për shembull para mendo, Erblini mos kish dalë në disa vende me kënu që tash edhe të na këtu. Kush më janë dëgju zërin kaq të bukur, kaq të Ti nuk e di sa e të mërshme jam unë, prandaj ka thonë Elita. Ti kisha unë sens për muzikë, kështu ku dhe isha? Ti e gazetore që i hulim të në gjonat e këqia po të mirat? Jo, nuk mere me të mirat. Qka do të e mirat, qka do gjemë? Unë nise prej vetës që e përzgjedhat pjesë? Unë nisa nga nevoja. Nga situata. Nga nevoja, kush kish më shumë nevoj. Sikur mos të kishe pas përfitime, aja kish vlerë rrezikimi që e bën ti? Faleminderit pyetje. Besoni në Zot. Une, kur në jetë këtë punë nuk e bëj me para. Kur. Rastin e fundi që e kam pas, një zotni që e bënëm një temë, i nxori 300 euro. Edhe bëni be për fëmijën që i kishë ndru jetë. I kam thonë, të lutem, meri parat, vendosi në gjep. Ma le, derisa të vdes, të them që këtë punë e bëj pa para. Edhe ai nuk u binte, unë i thash të lutem, t'ja donë, tash unë kur t'jem dikundi të tham, e bëj pa para, për shkak teje, unë tash mos e tham këtë fjallë, vendosi pare në gjep. Lutem Lena. 300.000, jo 300. As me 2 miliard nuk e bëj. Për shkak se nëse ti më je para, edhe më thua ndiqe këtë temën, unë do e bëja temën dhe do t'i hi rreziku derisa para më ke dhënë ti. Kjo është shumë e keqe. A bën një kompromisun e ti? Unë e bëj pa asnjë denar për shkak se puna dhe vullneti, përkushtimi, mundi që jap, nuk ka çmim. Më pyeta një ditë në komente dhe shumë revoltova. Më thonin, ne kishim domethënë fushat politike. Atje, unë vetëm pse i kam shfaq problemet e një komune, unë asgjë nuk kam bërë, kam marrë personat e një fshati, edhe u kam dhënë mundësi të jenë mediatik. E kam afru mikrofoni, çfarë nuk shkon në
fshatin tuaj. Edhe kanë thënë, s'kemi ujë, s'kemi rrugë, s'kemi këtë, gjëra elementare. Unë ju kam thënë, okej, faleminderit për intervistën, ciao. Në komente më pyesnin sa para ti dhan për këtë. Unë habite me mendsinë e këtyre njerëzve. Po ku ka para e cila e mbulon atë mundin tim? Që unë e di se në moment kur da e prezentoj këtë temë, se unë jam me 12 vite në ekran, në moment kur da e prezentoj të gjithë fshatin që janë me partin tjetër, që quhen miza në botën mediatike, të cilët marrin para për të më shajt mu, i kam kundër 200 komente të cilat do të më kritikojnë. A ka para që e arrin këtë? Jo. E bëj për shkak se dua ta vetëdijsoj këtë popull se të mos kesh ujë edhe rrugë është e drejta jyte legjitime ta kërkosh në media. Edhe kur ti e dele kërkon media, unë që e shfaqi nuk jam kundër partisë tënde, se në fund të fundi kjo unë që e bëj është puna ime. Po unë se kuptoj atë militantin që më shanë mu, çfarë kënaqësie i jep nëse ai kryetari komunës bëhet kryetar komune dhe bëhet i pasun. Unë këtë militanti se kuptoj, se unë Liridonën e kuptoj, Liridona e ka punë. E ka punë, ta marr mikrofonin dhe ta pyes qytetarin çfarë halli ka. A dim se të shon? Pse s'ja ke marrë lekt? Jo, dhe nuk është... Ja, po, qysh nuk është? Nuk ka i vedia qumë, jo, nuk ka i vedia qumë. Pse ti e din ku shkruan? Pasi jo, unë hyë shof ku shanë shatë ku shkruajnë. Fake me motra janë? Po jo, dhe me ftyrë shkruajnë, nuk është problem. Po së ftyrë vetë, sa i s'ko ftyrë, se me pos ftyrë së nuk shkruajnë. Keq situata. Unë edhe një shoqe, një ditë më pyeti, që të ka shumë komente negative që i more kur e kritikova atë fshatin, a ka paratha që mund të ta mbuloje? Thash, sa e keqe pyetja yte për mikën tënde, a mendon se me para mundem ta bëj këtë? Thash, jo, e bëj që ti të më pyesësh, edhe unë ty edhe shumë tjerë ti vetëdijsoj se të kërkoni ujë edhe rrugë është e drejta juaj legjitime. T'ju merren mbeturinat para shtëpisë është e drejta juaj legjitime. E jo të bëhet X kryetar komune e ti kënaqet pse ai është ul në karikën e kryetarit. Unë si kuptoj mendsi. Unë mendoj se misioni primar i mediave është entertainment, këtë që e bëni ju, por misioni për mua në këtë ju që e bëni është edhe edukimi. Që është edukimi? Ja, një moment në këtë bisedë në cilën unë dua në përmjet të platformave të mia, 3 platformave që i kam në rrjetet sociale, të mund të paktën një person ta edukoj. T'ja kthjelli kokën se ti të kërkosh ujë, rrugë, të të merren mbeturinat dhe të bësh jetë dinjitoze me rrymë të shtëpia dhe të pagush faturë të vogël, është e drejta yte legjitime, jeta yte dinjitoze. Kur po shkon ti në këto vendet me i taku, që po shkon me Ferrari, që po të thuj? Jo, nuk kam Ferrari. A s'ishte Ferrari e që erdhe? Jo. Më falj, informate, mu më thanë që erdhe me Ferrari. A disim ke ngja, djali im, për shkak se dritat para, jo vetura i ka ashtu si të Ferrarit, edhe djali im thotoj, mam, dritat para i ka si të Ferrarit. Po djali nuk e njeh kjerën se Ferrari është. Nuk e njeh kjerën se Ferrari është. Shpresoj një ditë Ferrari, pse jo? Po, tonë këto hulumtime të i bo pa i gjithë të parë, dikos kime pas qare. E keqja është se nuk merë para prej hulumtimeve. Më kuptoni. Jo, ti s'm kuptove mu që ka thash. Hajde. Hulumtim unë e quj me lyp. A që të hulumtim nëse lyp diçka, së është më rëndësi qka. Po nuk ka lidhe prej aty në s'marë para. Po i gjanë parë ti meni thes të lyp. S'kam qatë sens humori. Mos po qatë sens humori ki fat. E o doj gjesh parët, nëse do mos prej emisionit të në kur dilsh, që në qenë shumë me fat. Një duar tërkitje për gazetarën tonë të nderuar nga Tetova, e cila vjen fuqishëm në emisionin tonë si në platformat e veta. O, shë fantazme e Prishtinës, ajo? Në ka ikë që disa ko me nëzje kemi pru. Fatmirësisht me zartë të kuq, jo me të zi. Hajde të shofim. Hajde, që është? Okej. Ta lexoj? Po pa tjetër, vetëm nëse na lejon
Mos ka jonë e dashur. Iridona, as ti nuk do t'i shpëtosh sfidës e emisionit ton. Duhet të na tregosh një rast që ti e ke heshtur duke e ditur të vërtetën. Produksioni imi dashur ju dua shumë, që se më keni tregu mu për këtë sfid. Okej. Mu merë të kesh me të aboni një lloj pyetje, por produksioni jonë nuk hesht edhe nuk heziton t'ja bëj një gazetare si që je ti këtë pyetje. Të lutem, duhesh të përgjigjesh. Okej, patjetër, përgjigje me kënaqësi, padje do ta shfrytëzoj platformën tuaj për ta treguar rastin, por prap se prap do të jem anonimus për emrat e atyre, sepse bëhet fjalë për kur kam filluar fillimisht ta punoj këtë rast, nuk e kam plasuar, por vetëm e kam punuar dhe kam konsultuar njerëz të cilët janë institucione ku mundin ta zgjidhin këtë rast. E kanë hudhur kështu, ja u kam shkuar me letrat, ata kanë hudhur letrat. Wow, Iridona, mos e posto këtë rast, do ta hapish kutinë e Pandorës, është shumë i ndjeshëm, më shumë i rëndë, edhe në fund ndoshta ti do të gjykohesh, edhe prandaj kam hezituar në publikimin e rastit, po për shkak edhe të gjendjes mentale të gruas të cilës pasi ka ndodhur rasti, gjendet aktualisht. Përpara 2 viteve, një vajzë më ka kërkuar në rrjetet e mia sociale që ta ndihmoj një grua me emrin X, ka thënë takoje diku në kafe, do ta shohësh që ajo është naive, ka një nivel të inteligjencës shumë të ulët, po vetëm ti je shpresa që mund t'i ndihmosh. Babaja e kishte braktisur, ishte martuar në Gjermani me dikën tjetër, tëmën e kishte në gjendje mentale shumë të rëndë, domethënë ishte komplet e sëmur, e kishte një motër, e martuar për aq me mundësi për t'i ndihmuar kësaj gruaje. E kam takuar me dëshirë, me një herë kam shkuar, kam takuar, edhe ajo në atë pamundësinë të gjendjes së saj mentale më ka sqaruar gjithçka drejt. Më ka treguar se kur ka qenë vetëm 18 vjet, ka shku dikun të konsultohet sepse ka pas një gjendje të rëndë psiqike. Atje personi që ka konsultuar, se s'dua të i vendoj epitete, për shkak se pa dashur të në asnjë moment të keq interpretohem. I kanë thënë, këtë vajzë duhet ta martosh sepse i ka ardhur mosha. Ajo vajza ka qenë keq psiqikisht. Edhe ja gjen një djalë i cili ka qenë edhe ai në gjendje të rënduar psiqike. Mirë po ka pas edhe pa aftësi seksuale. Edhe kur e kanë martuar, vjehri i saj e ka marrë vjehra, bashkëpunim, vjehra e merr djalin dhe e nxjerr nga shtëpia dhe vjehri i saj e dhunon. Po, prandaj thash kutia e Pandorës, edhe është aty në Tetov rasti. E dhunon. Më pas, kjo sigurisht gjendja e saj mentale aq është, ja bën një fëmijë edhe një fëmijë. Deri në një pikë e ka të dashur rrehen e tij, edhe deri kur kjo fillon të hyje në punë në dikun tjetër, edhe atje takon një djalë tjetër, e kupton se kjo që nuk ka shumë sens të kuptuari. Edhe kur vjehri e kupton që kjo më tani nuk ka dëshirë për po, këtë. ka gjetë një të dashur tjetër, e dhunon aq shumë edhe e përzen nga shtëpia e hudhën në rrugë. Kur e hudhën në rrugë, i dikush e njofton babain e saj në Gjermani që ka grua tjetër, edhe babai i saj e kupton të vërtetën, edhe fillon që dëshiron ta mbyte vajzën, ta vrase. Se çfarë turpi ti na ke bërë? Vajza ngele në mes të rrugëve, edhe vajza edhe fizikisht, aty kam pa sa e ligë është kjo bota maskullore. Më falni, jo të gjithë, po shiheni çfarë ju tregoj. Kjo është një realitet. Ja tani ndihem shumë keq që po e tham. Sa e ligë është bota maskullore. Kjo vajzë edhe fizikisht ka të metrat e saj që janë të vizive. Më tha mua, në çdo portë që kam trokitur për të marrë banesë me qira, më ka kërkuar ai shefi. Edhe unë tha, nuk e di çka të tha, se ajo nuk ka logjik, nuk din as mos e tregoje këtë. Domethënë, nuk ka perceptim e duhur. Edhe më tregoj çfarë i shkruan të mesazhe shefi i banesës, për çka i kishte thonë një tjetër, për çka i kërkonte një tjetër. Vajza edhe si e kish përdorur një tjetër, e kish të lype pare, e kishin nxjerrë në televizor, e kishin vu më pas shami që t'jetë më e bindshme për ato njerëzit që do ta shohin, edhe do të binden për t'i dhënë ndihmë, e parat ja kishin marrë krejt kësaj kur ja kanë dërguar njerëzit.
kalvar vuajtjesh kish përjetuar kjo grua. Edhe unë, kur ma të rëgoj ngjarjen, i thash, unë ty do të ndihmoj. Të shkoj të paraqesim policit, e ndi për punë sociale, do e nxjerrin para përgjegjësisë vjerin tënd, vjerën tënde, babain tënd, të gjithë. Se të gjithë janë bashkëfajtor për një person si ti. Fillimisht e kam kërkuar numrin e babait, edhe kam thirr babain. O çfarë nuk i kam thënë në telefon. Nuk e keni idenë çfarë i kam thënë. I kam thënë ti nuk je baba, ti ai di gjendjen e vajzës tënde, e si e ke lënë në mes të rrugëve, e si e ke lënë kështu të rinjën të toftë kërkoje banesa, e as kush mos i jape, kush t'i jape, dojo ta keq. Çfarë nuk i kam thënë? E kam kërkuar vjehrin e saj. Edhe i kam thënë si jam Liridona Vejseli, e ti je vjehri filanes, ka thënë po. Ka thënë tash edhe ke fytyrë të më thush po në telefon. Sepse ndale me njëherë telefoni kur tira une. Thash po ty si të mba toka? Si nuk të lëshon toka? Nuk e di veç e di se çka fjalë kam thënë. Si të mba toka? Pse nuk lëshon ty toka? Veç kështu, veç këtë fjalë ja thosha. Ai mundosh prit. Thash çka të tham do të çoj unë në policë, si di çka i thash. E vazhdova në polici, në prokurori, takova me prokurorin, krye prokurorin, takova me shefin e policisë atë vajzën. E vazhdova. Në një moment e parë se kom një betejë të humbur për shkak se e gjitha kjo kërkojte edhe një përkrahje të familjes së saj. Dikush të më thonë të bëje, për shembull prindi asaj të më thonë po, nxjerrje para përgjegjësisë. S'kishte kërkon kjo tjetër dikon? E ka të ëmën, po si tash të ëmën, se tani do të ëmën e ka në gjendje psiqike të rënduar, babain e ka të martuar, dhe ajo kërkonte, unë kërkoja dikush të më thotë prej, për shembull babai i saj, po Liridona, unë i qëndroj pas investigimit tënd, bëje, le ta dije tetova se ky idiot vjeher e ka keq përdorur nusen. Babai i saj, sa ishte për po, aq ishte për jo. Edhe unë i thash, ti kur do të vish në Maqedoni, mu do të më japish konfirmimin. Ta kemu një lloj konfirmimi, një lloj letre, një lloj xhirimi, një lloj një diçkaje. Ti do të jesh anonimus, vajza jote do të jetë anonimus, fytyra e atij do të jetë publike. Edhe unë u shtanga, u hoqa, po atë vajzën e mbaj në kontakt, ja hapi telefonin, nga njëherë jam duke u shminkuar, ka nevojë të flet, e bëj loudspeaker, u rregullohem. Ajo flet, shfryhet. Prap gjërat e njëjta. Po, mi tregon të ja, unë i tham, okej, pastaj më kërkon falje të lodha, thash, okej, ndash s'ka lidhje se më lodhish, unë i ja di më përmend Shteti historinë. s'është marrë me këtë pjesë, asnjë sekond? Jo, po veç një diçka më vjen mirë, se i kam thënë atij vjehrit, se kur do ta postoj me fytyrë. Edhe ai e di se e ka një lloj droje. Se më shef, e di kush është, edhe ai më din kush jam. Domethënë, nuk është shumë larg rrethit tim. Edhe kur më sheh, ik prej aty. Faleminderit shumë për këtë sfidë. Ne e qymë sfidë të emisionit, po kjo ishte një lajm, po më duket ekskluzivisht që për emisionin tonë. Asnjëherë nuk e kam treguar, vetëm se është ta kisha treguar me fytyrë, do të kishte qenë bomba. Mendon që nëse tregon kështu nuk është shumë e bindshme apo ç'a mendon? Jo be e bindshme, s'ka njerëzit që rrinë me mua ma kam treguar. Ma kam treguar, e njoh, e kam nxjerr nga vetja, për shembull e kam dërguar në polici, shefi i policisë e din, e kam dërguar përpara një viti në polici. A ke dërguar ose në policia? Do me thonë, e kam dërguar në polici të shefi i policisë përpara një viti, do me thonë një udhëheqësi tjetër e policisë ka qenë, kam shku me atë vajzën edhe i kam thënë, çfarë më thua të bëj për këtë rast? Çfarë ti mundesh të më ndihmosh? Kam shku te shefi i prokurorisë të top me këtë vajzën. Do me thonë, nuk është rasti anonimus për institucionet. Po edhe ato kanë thënë, nuk është aq e lehtë edhe aq shumë ti si don ta bësh, nuk është aq e lehtë, se kjo ka aftësi të kufizuara mentale dhe i duhet një autorizim për ta vazhduar si rast, nuk është aq e lehtë. A mendon që është ma e rrezikshme të thuash të vërtetën, a ta fshefësh të vërtetën? Jo, e rrezikshme ta thuash të vërtetën nuk është as pak, këtë ne kam mësuar neve profesorët në universitet, edhe unë mësoj studentëve të mi. Unë se të tham ty Moni, se ti i ke vjedh dy gota. Nëse të tham ty, ti se ke ba, ti je i gatshëm mu mi nxjerrish syt. Se ti nuk e ke ba, unë tham, ti ke vjedh dy gota, ti çmendesh. Se lejon këtë akusë ta bëj. Në qoftë se i ke vjedh dy gota, kur ta tham unë ty, ti do të gjesh krejt rrethin tim familjare, të afërt e të largët, do të gjesh me ndodh veç për ta mbyllur të vërtetën. E vërteta nuk mund të më shtet për muri. Ganjere duhet ta shifni edhe ju që jeni mësuar me na po neve veç të knu, edhe veç të kesh,
që edhe ne jemi pjesë e juvja, pjesë e rasteve të rënda, jo të mira, po ne mundohemi sa do pak ata njerëz t'i bëjmë mundi mirë me muzikë e me këngë, për atë arsye gjithmonë në mesin ton, ka muzikë në emisionin ton. Po tregom ti mua pse po thu nuk di me vallëzu, kur unë të kumpon ndosën, ku jemi kona që ti vallëzëshe. Jo, te agja i burit tim keni qenë, për jetojna bashkë me ato me një obor, kështu që e dini se sa shumë mund t'jena fansat juj. Edhe aty s'kom vallëzu shumë se kam pas vajza vetëm 7 muaj edhe saria jashtë, saria në brenda në lokal. Nuk, si tash, nuk kam shumë sens, nuk kena familjeri shumë sens vallëzimi. Ma djetu marrë me raste të rënda, ke një heras nuk kam... E busqeshur jam si ti, po shpirtërisht, më thonë, duket shumë e zberë, kam frikë. Pikrisht, kjo më boni përshtypje se kur filloj me kallëzu rastin, po ta me thona një që po nervozohesh. Shqipë, vjen se kam më flashkat që rikë shtu e busqeshur, shpirtërisht jam shumë e randuar, edhe jam shumë e randuar, po i punoj shumë raste të rënda. Unë me marrë telefonin tim të shohësh, tash që kemi qenë emision, sigurisht 20 call si kam nga numra, halle njerëzish, shumë të vështira. Ke përshtypje se s'ma ndikojnë jetën? Sigurisht që ma ndikojnë. Ma ndikojnë nga një pik, ma lënë se cili rast, edhe më bëjnë të ndihem shumë me frikë, fillimisht, edhe s'mund të gënjej, ku i risë fëmijët e mi. Çfarë të ardhme do të kenë fëmijët e mi. Mos o zotin do dhe vajzës time. Kur, më ne një sekund, kur kam ngel 7 zën me vajzën, kur e kam kuptu se kam vajzë, kam marrë në shtëpi me rezultatin, edhe kam qarë shumë. Bashkëshorti im thonte, ti nuk je normal, je duke u sill si kur gratë, burat para 50 vjetëve, kur e kanë kuptu që kanë vajzë, se kanë pëlqejt. Po. Unë nuk unë dalësha duke qarë, nuk dua të bëj vajzë, ato kretë më keq kuptuan, pse? Ti Liridona, njeri që je sa do pak i përparuar, nuk do të bëjsh vajzë, a dish pse e kam thënë atë fjalë, nuk dua të bëj vajzë, se unë i shoh çfarë kalojnë vajza tjera. Në atë kohë unë e kam punuar rastin e kësaj vajzës. Po mire, atëre, që me bo djemë pa vajza, pro, si mas teje? Kur mendësia ime si nën, jam shumë protektive nga gjinisë femërore, po edhe mashkullore, s'ka lidhje, po gjinia femërore, edhe kam menduar gjithë kohës kur bëj raste, të ishte vajza ime. Të thash parës, pse për vajzën, e kisha nxjerrë syt, e andaj, tham, vajzën time kur e shoh sytë asaj, kam një ndjenjë. O zot. Revanshizmi, thuam, kësaj zgudzon askush, ti thot, ma andej, ra në një gjendje të mirë, po i ndodhi një rast i keq, e pastaj e u abuzua nga meshkujt të tjerë, po edhe vajzat të tjerë, nuk do thomë se gjinia femërore është shumë delikate, edhe jetën e fëmijëve të mi, po edhe të djajt, edhe të vajzës, e kam shumë pik në jetë, çfarë do t'ju ndodha atyre, çka do të bëjnë këtë shtet korruptuar, unë e shoh gjyqtari i cili bën deal me tjetrin për 15.000 euro. Unë e dërgoj letra, mundohem, dale, publikoj, e foli, reagim institucional i vakat. Qa me bo, sendet ndodhin, do më thonë, por ti si gazetare lëmtuse. Edhe ju këtu klimas ju punon duket. Jo, jenë zeti ti të tregu rastet të ronda se... Edhe pastaj do më kritikojnë kretake, vëndu pa shtetë vëtyrë. Po, une jam shumë mirë, jam shumë qetë, nuk po më vjen asë në zetë. Po më pëlqen emisioni se është pak më ndryshe, ju thash edhe në fillim që është emisioni pak më ndryshe. Gonja dhe Miloti dhe Ila pas kanë ditë diçka që s'kanë orësat. Se këtu veç botë të keshet nuk kemi pas kësi tema kështu kaq të ndishme. Po neve këthejmi në pyti se do shta me thonë diçka kur të kom po... Ti mësu, ti veç pozitivitet. Po sigurisht. Ja pak më botën time. Kur të kom po fillimisht në ato intervistat e tua, apo në ato në rrjetet sociale, tu tregu diçka të me thonë, më këtë dukt, jo kaq shumë pozitive sa po të shoftash. Po në momentin kur thet që na jemi konë në dasëm bashkë në familjen tonë, unë e kuptova ta mënë me kom të bëj. Se respekt edhe për familjen tonë dhe për familjen e burrit tonë. Se zakonisht në Tetova janë shumë ikprica shqiptarët nga Macedonia, tu e ditë që veç gjatë luftës që kanë bo për neve,
Mjafton, E kushe bon dars me matë mirë se ganja dhe problem. Faleminderit. Respekt për pozitivitetin, kreativitetin që e ke gjithë shka, po atë shumë ka nevojë, atë shumë ka hallë, atë shumë ka probleme, atë shumë dëgjoj unë hallë, probleme. Mundohem çdo grimc mediatike që e kam, ta nxjerri një rast të cilin e kam edhe të vetëdijsoj të paktën disa njerëz ta kuptojnë se nuk është jeta aq bardhëzi, nuk është jeta Instagrami i fake-it që e prezantojnë disa njerëz. Realiteti është shumë i dhimbshëm i shoqërisë tonë. Ama e din ti sot dosma ko. A i bëjnë me pare uhua, po i kanë vetat, që aty nuk e di. Une nuk e di, ku përbarëm dosmë këtë për më japin parë. Kuj ka marrë nuk e di. Mirë është puna. Pak hajgare, faleminderit shumë, shikus ndëruar që po na duroni edhe po na shikoni, po nisna për estradës. Tu i thonë njëni tjetërit, si të takon, o, sa bukur po dukesh. A je din që nuk o bukur, a din? Unë kështë veç femnat e praktikojnë? Krejt ta shpebojnë, për shamun. E pse mu së më tha kërko shumë bukur, për i thonë vetën e shumë bukur, se për mu kujdeset butikë u maj sut në Prizren. Thank you, jetë merë. Ishte pak hajgare për rastet që në ndodhin neve, se neve në ndodhin shumë rastet mira, e një prej sendeve që nuk në ndodhin bashkë mira, jënë prapë më të mira se të Lilis. Apo? Ashtu duket. Atere, shikus ndëruar, jemi afru fundit të emisionit. Si zakonisht, kur vim në fund, na thojnë shumë njerëz, shumë shpejt u kry. Ama nuk kryjë shumë shpejt, vetë na neve. Kështu që... Sigurisht kam lodhë, më duket. Jo, nuk na ke lodhë, për kundra ze, nuk jem lodhë se s'kom fol heq unë sonte. Ta me thonë që shtu, kur të kom në emision që jam pak i lodhën për i dosën për i senë, thiri ty edhe e bojmë bashkë emisionin. Gjithashtu edhe me gonë, edhe me Milutin e me Ilën, se mi dhënuan ata thujnë, e ndrove ekipën. Atër shikus ndëruar, edhe ju që na shifni, edhe ju që na ndëgjoni, ju njëftojmë se tani jemi në prag të festave të atyre që e dojnë njëni tjetrin, edhe të atyre që e dojnë shqiptarin. Do me thonë, të dashuruar, festojmë pambarësin e Kosovës. Të dashuruar, festojmë pavarësinë e Kosovës. Me datën 13 shkurt, dit e premte, do jemi në Mannheim të Gjermanisë të shoqata Dardania. Ju mirëpresim të gjithë dhe të festojmë bashkë. Nuk është hera e parë që jemi aty, kemi qenë disa herë, kështu që respekt për gjithë ju që vini në atë shoqatë, në atë koncert festojmë së bashku. Atër ju të dashur, ju njëftojmë se Probendi dhe Ganja do t'jenë me 14 shkurt në Augsburg të Gjermanisë, të FC Alba Shoqata. Ju mirëpresim nga ora 18 të festojmë së bashku, me këngë, valle, humor dhe shumë surpriza, por një ndër surprizat kryesore, ose një ndër respektet që i gëzon kjo shoqat, është se do të merr pjesë edhe kryetarja e Augsburgut, që është zonja Frau Weber. Të dashuruar, festojmë pambarësinë e Kosovës. Lila na trego çka ke dosh me thonë që nuk the deri më tash, edhe një mesazh për fond për gjithë ata që na kanë pa. Unë faleminderit për ftesën, shumë faleminderit për gjithë hapësirën mediatike. Diçka që dua të them nuk di, sepse dua gjithçka të them në koha televizive nuk mjafton. Do të jemi në kontakt, edhe shpresoj që të bie edhe ndonjëherë tjetër kur të kemi raste tjera interesante. Pa mos dashur të pa penalizoj harën juve këtu, po nga një temë interesante, pse jo, pak edhe ti vetë disoj njerëzit, nuk e gjithçka, u kënaqem të u kënaq. Po që ato tonën të bojmë u kënaqem të kënaq. Hajde, inshallah. Bashkarisht. Fatmir, faleminderit e di që s'na ule telefoni se dosmat e angazhimet e senet. Thash pak më vonë. Po, okej. Një mesazh për fond, miku im. Faleminderit shumë që na ke ftuar mon, respekt për emisionin e ju, për juve edhe për gjithë stafin. Ishte kënaqësi me qenë prezent këtu. Faleminderit që blenosh. Synin si rrosh. Këto të parat i tha babi, unë kisha pas qef mi përshëndet krejt ata që dojnë këngën tonë, që na përkrahin edhe gjithmonë jam prezent në për eventet tone. Planet, kemi planet tash për këtë vetë, do me thonë, kemi disa këngë që jemi tu i punu, disa janë zbashko. Një ma të veçantë që bisedu ma herët? Një ma veçantë që kemi bisedu është dedikim, po kujtja kemi dediku
jam të dashur me lënë surprizë. Bravo. Për ndryshe muzikën edhe tekstin e ka bo vetë Erblini. Po. Krijos i arshëm. Respekt. Fati, Gjithashtu. S'kam mesazh. ti s'ke mikrofon, po unë foli për ty. Faleminderit shumë që na ke thirrë, Moni. Respekt për ty, Fat, edhe për Axhi Naim. Faleminderit shumë. Naim Çukiçin e përshëndes shumë prej këtu. Astro Maestro. Qështu të kom shkru në telefon? Astro Maestro. E tash du me thonë diçka që kër e ke fillu emisionin, Bravo. a pe din çka po du me thonë, se din. Unë e di që ako me më thonë, unë e di që ako me më thonë, e di sigur. Kër ka fillu Moni emisionin, më ka thonë, tha Astrid, tha, për kur që nuk tut në tha veç për diçka, tha tut në tha nuk di, tha, a ka me mujt me mojt nivelin, që kom fillu emisionin. Edhe për du me thonë që dhe tash e ke mojt, Nivelin e kemi mojtë bashkë, Tunis për i ketë ekipës prej Ganës, Ilës, Milotit, edhe ti që jemi rezident këtu në emisionin tonë, por pa dasht me harru asnjëherë ketë shokët e mi që i kom këtu në Dugazhin. Tunis, pej, Ermalit, me kamermona, me regjisor, me montazhera, me ketë, special 2 vëllezërit montazhera, s'kam qare pa i përshëndet, Liridonin edhe Fatosin, Jashari. Ju du shumë, e di që ju lodhin montazh, po s'kam qa me bo. Faleminderit shumë, shikus të ndëruar, kjo ishte tëra për sonte. Tja bëjse na ima bozi. Hajde. Flani mirë, hani mirë, pushoni mirë, shihemi nesër lujmë futbol e dille. Tung, tung. Qefe, qefe, kjo dënja, kush ma qanë halli që ka. Qefe, qefe, kjo dënja, kush ma qanë halli që ka. Kush ma qanë halli që ka, ikën mosha e zvjen ma. E kush ma qanë hallin që kam, ikën mosha o dhe zjen ma. Hajde. Qajde. Ikën mosha e zjen ma, kush është ai që bandërma. E ikën mosha dhe zvjen ma, o kush është ai që bandërma. Kush është ai që bandërma, Myslim në la në Tiranë. E kush është ai që bandërma, Myslim Leyla o në Tiranë. Myslim Leyla në Tiranë, shërbet për gjithë dynja. E Myslim Leyla në Tiranë, o shërbet për o gjithë dynja. Shërbet për gjithë dynja, i knohet ka